Sali Berisha ju rikthye angazhimit publik duke shpjeguar arsyeën e mungesës prej 4 ditësh. Kisha një gjendje virale e cila kaloi pa asnjë ndërlikim të veçantë. Edhe në këtë dalje Kryedemokrati vijoi akuzat për atë që e cilëson farsë elektorale. Shënjestra e radhës ishte deputeti sapo zgjedhur në qarkun e Durrësit Arkend Balla. Arkendi me 5200 vota më shumë se Edi Rama në këto zgjedhje krahasuar me 2021-shin ishte i punësuari i një satelit. Për periudhën 2015-2025, kjo kompani ka përfituar nga institucionet shtetërore 900.000 euro pagesa. I punësuari Arkend Balla në këto kompani nuk është pra rastësisht deputeti më i votuar, sepse është deputeti më i investuar i klanit Troplini. Rinumërimin e votave është në kuadër të transparencës së kandidatëve të opozitës, duke ripërsëritur se Partia Demokratike nuk do t'i njohë zgjedhjet e 11 majit. Kërkesa e Partisë Demokratike ka të bëjë me legjimitetin e zgjedhjeve. Rezultati këtyre zgjedhjeve të bazuar në krimin, drogën dhe farsën nuk do njihet kurrë. Sa i përket vendimeve të kolegjit zgjedhor, i cili një ditë më parë rrëzoi Partinë Demokratike duke certifikuar zgjedhjet në Kukës, Lezhë, Gjirokastër e Korçë, Berisha foli për një vendim të paracaktuar.